Çmimi i naftës duhet kuptuar që është ndryshe nga ai që është në bursë, pra ai që është në letër, dhe çmimi i naftës në realitet. Çmimi i naftës në realitet në bursë për shkak të asaj që quhet futures trading, pra komoditetet bëhen marrëveshje paraprake ndërmjet vendeve që tregtojnë komoditetet të caktuara për ta shitur naftën me një çmim të caktuar, pra duke vlerësuar riskun dhe duke prezumuar që kjo nuk do të vejë në një nivel tepër të lartë. Që do të thotë, kjo në fakt ndryshon shumë nga çmimi i cili përfundon në terren. Shpeshherë çmimi në terren mund të vejë edhe 200 për fuqi nafte. Nga ana tjetër, mendohet që edhe ky çlirim i vogël, le të themi, në uljen e çmimit të naftës, nuk është se do të ketë një impakt të madh, për aq kohë sa kjo blokadë vazhdon të jetë në efekt, për aq kohë sa Irani vazhdon të ketë sulme të drejtpërdrajta. Kujtojmë këtu që nga Kuvajti nuk ka dalë asnjë fuqi nafte në pothuajse 30 ditë. Arabia Saudite ka patur një rënje të theksuar, do thoya, të eksporteve të tyre të naftës, që mendohet që nëse ata duan të arrijnë objektivet e tyre të buxhetit vjetor si shtet, do duhet që sot ata të fillonin ta shisnin naftën me $170 për fuqi, gjë që sigurisht nuk e kanë bërë momentalisht, por që sa më shumë kalon koha, aq më shumë ngushtohet, le të themi, shtrëngohet pra mundësia për të realizuar këtë objektiv buxhetor. Zotë Qiriazi, ishte i pritshëm ky reagim në kuptimin i shtrirë në kohë? Apo mendua sikur do ishte një konflikt që do përfundonte shpejt, duke marrë në konsiderat që kemi të bëjmë me një fuqi botërore si Shtetet e Bashkuara, në bashkëpunim me Izraelin, dhe menduan më të thjesht mposhtjen për ato qëllime të Iranit. Po duket se ky vend është akoma i fortë për të rezistuar dhe për të mos ju përgjigjur kërkesave. Madje duke imponuar edhe planet që kanë dalë her pas here në mediat ndërkombëtare, Irani imponohet, pra, qoftë në pagesën e dëmeve të asaj se çfarë shkaktuar dhe një sër pikash tjera që amerikanët duket sikur nuk do të negociojnë të paktën lehtë. Një gjë është e vërtetë që definitivisht ka patur keq llogaritje për sa i përket përfshirjes në këtë konflikt me Iranin. Keq llogaritja e parë ka qenë çfarë impakti mund të kishte një sulm ajror në rrëzimin ose tjetërsimin e regjimit. Objektivi i parë strategjik, mendoj unë, ka qenë që menjëherë pas protestave të janarit që kanë ndodhur brenda Iranit, ekzistonte një perceptim brenda ndërkombëtar që Irani ndodhej në një situatë vulnerabël dhe rrjedhimisht një shtysë e vogël do të çonte në kapitullimin e regjimit ose në tjetërsimin e tij, duke ardhur kjo gjë nga brenda. Prandaj ndërhyrjet ushtarake pikërisht. Prandaj ndërhyrjet ushtarake kanë qenë një përpjekje për të ndihmuar rebelizmin e brendshëm të popullit që të ndryshonte qeverinë e tyre. Në momentin kur kjo gjë nuk funksionoi, pastaj arrin atë në kurthin e përshkallëzimit, ku si një superfuqi ty duhet të dalësh patjetër me fitore nga ai skenar.